Peshe kushquaj Bizanti ona era së lindjes, por fronët bindin një nga një, e besimi përzije me erësirën. Ajo kishte tokë, qytete e madhe nga Smirna deri në Selanik. Atin Thrake, Pirilasht, e Durrësi, Qelsi Adriatik. Aty kalon të Vijegnatia, Ruguri, Embret, Rishëli dhe Konstantinopojën me detin dhe mbante perandorin gjallë. Por arin baronte, populli qante, fshatarët kërkonin paqe dhe fiznikët vandas. Arbërët s'kishin më zas fuqi, në jug luteshin greqisht, në veri luteshin latinisht. Mes dy kishave, dy botve, dy shpatave lindi krenaria e afërt. Arbëreshe në kruj, një bur pa qellin si shte roba s'bret. Por në kasin e Bizantit, betoj i lirin për besën e vet. Osmanët ende s'kishin ardhur, por lindja sillte kërcënim dhe perëndimi vinte me ungjillin. Kurse Venecia numëronte sheshet e saj, në suevë qvan zdra perandoria, kryshtarët zumfronin Konstantinopoja u doq me këngë dhe epiri u bëdhurat e tyre. Por para se botat të ndryshonte, para se erësira të mbulonte udhën, u ndez një flak ndër male dhe lindi Arbëria. Ishte viti 1190 e Bizantit në Antorahia e zez, perandoria e lindjes dridhe i mes kryqeve të arta e shpata në fët. Peshe kushtuaj Bizanti ona të banë së lindjes, tërfonet vini një nga një, besimi përzik me erësirën. Ishte viti 1190 tokë, hijet e Bizantit rana në tokë, dhe një populli